Ka thonë pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Pra nuk hec me abdes, nuk jeton me abdes vetëm besimtar. Pra vule kje për pejgamberit Allah, se ai që i merr abdes është besimtar. Për atë më kujtohet një profesor, e kena pasën edhe na i njohur, Allah më shëroft ka vdek frik, i cili ka shkruajtur shumë libra, Allahu subhanahu ka thënë bereqet, e ka shkruajtur për shembull një tefsir Kurani i Kerimit 32 vëllime. E ka shkruajtur domethënë që një fiqh në 4 medhhebe. Dhe ka pas profesor dhe kena banu me një ndërtesë. Dhe ka shkruajtur shumë libra. Do thonë Allahu subhanahu ka thënë bereqet të madh jetën e vet. Dhe ka pas profesor, ai një ditë kur na thotë dhe më ka dhënë përshtypje, ka thënë për na tregon dhe po thotë se që 45 vet nuk e di vetën se kam nejt dhe njerë pa abdes. Dhe kjo fjallë e ti mu e më dhoni për shtypje. Dhe u thash, a ka mundësi njeri 45 vet me nejt me abdes? Dhe ka ndiku atë shumë se dhe unë nuk e di peja sa i dite se dë një herë kam jetu pa abdes. Dhe këtë s'po ja tregoj për t'u lavdru, po ja tregoj me i më ndiku. Për çka se ki djetarë ka ndiku në jetën time, dhe na ka ndryshu jetën, Allahu azza wa jalla më shiroft, për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Sa që të prishë abdesin, s'na që do mos dosh me citik për shkak namazit në orë abdes, po merr abdes. Për shkak se abdesi është mburoja e besimtarit. Po ti me morjen e abdesit, me qëndëru me abdes, e ke një epitet për pejgamberit Allahut. Dhe ati që epitet? Ti e ke një shkallë të vullosur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i e mu'min besimtar. Që ti inshallah s'bosh munafik. Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, nuk mundet mu kujdes për abdesin vetëm besimtari. Pra munafiku s'ka mundësi. Kujdesu që gjithë një të gjesh me abdes. Ka se abdesi është mburoja ma e madhe besimtarit. Për këtë arsye dhe pejgamberi Allahut e ka preferu që njeriu dhe kur beren shtrat me flet. Nëse merr abdes, edhe çka ndodh me të? Abdesi që e ruan nga shejtani. Po jo vetëm kaq. Nëse bjen njeri me abdes, ka thonë, mes trupit ti dhe pijamave të tjerë, mes trupit ti dhe këmishës së mbrëmshme të ti qëndron një melek. Mes trupit ti dhe këmishës së mbrëmshme të ti qëndron një melek që kujdeset për këtë njeri deri të zgjohet. Përmendon Allahu që çon melek për ata të cilët kujdesin për abdes.